Lajmi tragjik nga Koçani është bërë ngjarje në faqet e para të mediave botërore dhe rajonale, nga ku edhe krerët shtetëror të vendeve të huaja dhe fqinje kanë shprehur ngushëllime familjeve dhe mbështetje për Maqedoninë e Veriut. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu keqardhjen për humbjen tragjike të jetëve në zjarrin në Koçan. Von der Leyen ka shkruar se BE qëndron në solidaritet me popullin e Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë. Më vjen keq për humbjen tragjike të jetës në zjarrin në Koçan. Ngushëllimet e mia më të thella për familjet e viktimave dhe të gjithë të prekurit. BE qëndron në solidaritet me popullin e Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka thënë se Bashkimi Evropian solidarizohet me popullin e Maqedonisë së Veriut pas zjarrit që shpërtheu. Në një postim në platformën X, ai ka theksuar se lutjet e tij janë me të gjitha familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Ndërkaq, Papa Francesku përmes një telegrami të nënshkruar nga sekretari kardinal i shtetit Pietro Parolin, dërgoi një mesazh ngushëllimi pas zjarrit që shpërtheu në diskotekën Puls. Ngushëllime të thella për familjet e viktimave, kujtimin e viktimave do ta ruaj në lutjet e mia. Ngushëllime shprehën edhe shtetarët e vendeve të tjera, si dhe drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Hans Kluge. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në bisedën e zhvilluar me kryeministrin Hristijan Mickoski, thuhet se kanë diskutuar aktivizimin e mundshëm të sistemit të menaxhimit të fatkeqësive të NATO-s. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka shprehur ngushëllime të thella për kryeministrin Hristijan Mickoski dhe popullin maqedonas pas zjarrit tragjik. Ndërkaq, edhe presidenti bullgar Rumen Radev thotë se ka biseduar me presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, dhe ka shprehur ngushëllime për familjet që kanë humbur të dashurit e tyre. Ai ka shkruar se Bullgaria është e gatshme të ofrojë ndihmë mjekësore. Për këtë tragjedi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur i gatshëm për të ofruar çfarëdo lloj ndihme që është e nevojshme prej tyre. Ndërkaq, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreh ngushëllime të thella për familjet dhe i uroi të lënduarve shërim të shpejtë dhe të plotë. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur i gatshëm për ndihmë, nga ku ka dërguar edhe helikopter ushtarak për të marrë të lënduarit, në mënyrë që ata të trajtohen në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Beograd. Po ashtu, më 18 mars ata do të shpallin ditë zije. Ngushëllime ka shprehur edhe ambasada ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.